Horoskopi 15 shkurt. Dashi, Demi, Binjakët, Gaforja. Dita që do të ndryshoj drejtimin e shumë zemrave. 15 shkurti nuk është një ditë e zakonshme. Energjia planetare krijon lëvizje të forta emocionale, vendime të papritura dhe zbulesa që mund të ndikojnë javët në vazhdim. Disa shenja do të përjetojnë një rikthim nga e kaluara. Disa do të përballen me një provë të karakterit, ndërsa të tjerë do të marrin një lajm që do t'i bëjë të rimendojnë gjithçka. Në këtë pjesë do të lexoni për 4 shenjat e para të zodiakut, dhe njëra prej tyre do të ketë një surprizë që nuk e pret as pak. Dashi, dashuria. Dashi sot përballet me një përplasje mes impulsit dhe durimit. Nëse jeni në një lidhje, partneri mund të kërkojë më shumë kohë dhe përkushtim nga ju. Mos e shihni këtë si kritik, është një sinjal që marrëdhënia ka nevojë për thellim. Një bisedë që keni shtyr prej ditësh mund të shpërthejë sot. Fjalët tuaja kanë peshë, ndaj zgjidhini me kujdes. Beqarët mund të përjetojnë një tërheqje të menjëhershme ndaj dikujt që ka energji të fortë dhe karakter dominues. Puna, karriera. Një mundësi e re po afrohet, por kërkon guxim. Mos kini frikë të dilni nga zona e rehatisë. Sot është ditë për vendime të shpejta, por të menduara. Një koleg mund të përpiqet t'ju sfidojë. Mos reagoni emocionalisht, ruani profesionalizmin dhe do të fitoni respekt. Shmangni shpenzimet impulsive. Një ofertë që duket shumë e mirë për të qenë e vërtet, ndoshta është pikërisht ashtu. Shëndeti. Energjia është e lartë, por tensioni nervor mund të ndikojë. Aktiviteti fizik do t'ju ndihmojë të çlironi stresin. Demi. Dashuria. Sot Demi kërkon stabilitet dhe siguri emocionale. Nëse partneri juaj ka qenë i ftohtë kohët e fundit, kjo është dita për të sqaruar çdo paqartësi. Bisedat e qeta dhe të ndershme do të japin rezultat. Beqarët mund të ndihen të tërhequr nga dikush që shfaq seriozitet dhe qëndrueshmëri. Një njohje e re mund të nisë në mënyrë të ngadalë, por me potencial të madh. Puna. Një projekt i lënë pezull rikthehet në vëmendje. Këtë herë do ta menaxhoni me më shumë maturi. Mos lejoni që rutina t'ju bëjë të humbni një mundësi për rritje. Një pagesë ose shpërblim i papritur mund t'ju sjellë lehtësim, por mos e shpenzoni menjëherë, mendoni për investime afatgjata. Shëndeti. Kujdes me ushqimin dhe sistemin tretës. Një regjim i lehtë do t'ju bëjë të ndiheni më energjik. Binjak. Dashuria. Komunikimi është arma juaj sekrete sot. Një mesazh i papritur mund të rikthejë emocione që mendonit se i kishit harruar. Në qift, një diskutim i hapur do të qartësojë një keqkuptim të vjetër. Beqarët kanë magnetizëm verbal. Fjalët tuaja do të tërheqin dikë që admirojnë inteligjencën tuaj. Puna. Shumë ide vërshojnë në mendjen tuaj, por duhet fokus. Mos u shpërndani në shumë projekte njëkohësisht. Zgjidhni një prioritet dhe përqendrohuni. Një telefonat pune mund të ndryshojë rrjedhën e javës. Kontrolloni dokumentet dhe shmangni në shkrimet e nxituara. Shëndeti. Pagjumësia ose lodhja mendore mund të ndikojnë. Shkëputuni për pak nga teknologjia. Gaforja 21 qershor 22 korrik. Dashuria. Emocionet sot janë më të thella se zakonisht. Mund të ndiheni nostalgjik dhe të kujtoni një histori të kaluar. Nëse jeni në lidhje, partneri duhet të kuptojë ndjeshmërinë tuaj. Një surprizë romantike mund të ndryshojë humorin tuaj gjatë mbrëmjes. Puna. Një koleg kërkon ndihmën tuaj, mbështetja juaj do të vlerësohet. Sot është ditë bashkëpunimi. Shpenzime për familjen ose shtëpinë. Planifikoni me kujdes. Shëndeti. Kujdes me stomakun dhe ushqimet e rënda. Emocionet ndikojnë drejt për drejt në trupin tuaj. Dita kur disa dyer mbyllen, por hapen të tjera më të mëdha. Energjia e 15 shkurtit thellohet në këtë pjesë të zodiakut. Për disa prej jush, sot është dita e rikthimit të fuqisë personale. Për të tjerë, është momenti për të lënë pas krenarin, frikën ose dyshimin. Emocionet janë të forta, por edhe intuita është më e mprejtë se zakonisht. Dashuria. Luani sot ndriçon. Magnetizmi juaj është në kulm dhe tërhiqni vëmendjen pa e kërkuar. Nëse jeni në një lidhje, partneri mund të ndjejë nevojën t'ju tregojë më shumë përkushtim. Një gest i vogël nga ana juaj do të bëjë diferencë të madhe. Por kujdes, krenaria mund të krijojë distancë nëse nuk jeni të gatshëm të pranoni gabimet. Beqarët kanë shumë mundësi për një flirt të zjarrt, sidomos në mbrëmje. Puna, karriera. Një rol drejtues ose një përgjegjësi e re mund t'ju ofrohet.
Mos e refuzoni nga frika e ngarkesës, kjo është mundësia që prisnit. Dikush në ambientin e punës ju vëzhgon dhe vlerëson aftësitë tuaja. Mund të merrni një ofertë që kërkon investim. Analizoni me kujdes përpara se të vendosni. Shëndeti. Energjia është e lartë, por mos e teproni me lodhjen fizike. Virgjëresha. Dashuria. Virgjëresha sot ndjen nevojën për qartësi. Nëse diçka ju ka shqetësuar, është momenti ta diskutoni hapur. Partneri do ta vlerësoj sinqeritetin tuaj, por shmangni tonin kritik. Beqarët mund të njohin dikë përmes punës ose një rrethi profesional. Një lidhje që nis me miqësi mund të thellohet më shpejt nga sa mendoni. Puna. Perfeksionizmi juaj bie në sy. Një detaj që të tjerët e kanë neglizhuar. Ju do ta kapni dhe kjo do t'ju jap avantazh. Megjithatë, mos u mbingarkoni me përgjegjësi që nuk ju takojnë. Dita është e favorshme për planifikim dhe kursim. Shmangni blerjet emocionale. Shëndeti. Lodhja mendore mund të shfaqet. Një mbrëmje e qetë pa stres është zgjidhja ideale. Peshorja. Dashuria. Balanca rikthehet. Një debat i vogël që ju ka shqetësuar ditët e fundit do të zgjidhet me diplomaci. Sot është ditë për pajtim dhe mirëkuptim. Beqarët mund të përballen me një zgjedhje mes dy personave, zemra apo arsyeja. Mos nxitoni. Puna. Diplomacia juaj do t'ju shpëtojë nga një situatë e tensionuar në ambientin profesional. Sot fitoni respekt përmes qetësisë. Stabilitet. Nuk priten surpriza të mëdha, por as rreziqe. Shëndeti. Kujdes me shpinën dhe qëndrimin gjatë punës. Akrepi. Dashuria. Intensiteti është i fortë sot. Emocionet janë të thella dhe pasioni ndizet lehtë. Në qift, një diskutim i thellë mund të sjellë transformim në marrëdhënie. Beqarët mund të ndihen të tërhequr nga dikush misterios. Por kujdes, jo çdo gjë është ashtu si duket në pamje të parë. Puna. Një sekret ose informacion i rëndësishëm mund të dalë në dritë dhe t'ju jap avantazh. Përdoreni me mençuri. Shmangni investimet e rrezikshme sot. Dita kërkon kujdes. Shëndeti. Nevojë për pushim emocional. Mos mbani gjithçka brenda vetes. Fundi i ditës sjell kthesa të papritura dhe për disa një fillim të ri. Energjia e 15 shkurtit kulmon në mbrëmje. Vendimet e marra gjatë ditës fillojnë të japin sinjale të para. Intuita forcohet, emocionet bëhen më të qarta dhe disa shenja do të ndjejnë sikur universi po u jep një shenjë të drejtpërdrejtë. Shigjetari. Dashuria. Shigjetari sot kërkon liri, por edhe emocion. Nëse jeni në lidhje, mund të ndjeni nevojën për më shumë hapësirë personale. Flisni hapur, partneri do ta kuptojë nëse shpjegoheni me qetësi. Beqarët mund të takojnë dikë gjatë një dalje spontane. Një bisedë e papritur mund të ndizë një aventurë të bukur. Puna, karriera. Një mundësi për udhëtim ose bashkëpunim me persona jashtë qytetit dhe vendit mund të shfaqet. Mos e injoroni, mund të jetë hap drejt diçkaje më të madhe. Kujdes me huadhënien. Mos përzini miqësinë me financat sot. Shëndeti. Energjik, por mos e teproni me lodhjen fizike. Trupi kërkon balancë. Bricjapi. Dashuria. Bricjapi sot duket i rezervuar, por brenda jush ka emocione të forta. Partneri mund të kërkojë më shumë shprehje ndjenjash. Mos e mbani distancën për shkak të krenarisë. Beqarët mund të tërhiqen nga dikush i pjekur dhe serioz. Një lidhje që nis ngadalë mund të ketë bazë të fortë. Puna. Disiplina juaj shpërblehet. Një epror mund t'ju jap një detyrë të rëndësishme. Kjo është prova që prisnit për të treguar aftësitë tuaja. Planifikim afatgjatë. Sot është ditë për të menduar për investime të sigurta. Shëndeti. Kujdes me kockat dhe gjunjët. Mos neglizhoni pushimin. Ujori. Dashuria. Ujori surprizohet sot. Një mesazh ose telefonat nga dikush që nuk e prisnit mund t'ju ndryshojë humorin. Në qift është momenti mirë për të bërë plane për të ardhmen. Beqarët mund të ndjejnë një lidhje të menjëhershme me dikë që ndan të njëjtat ide dhe vizion. Puna. Idetë tuaja kreative dalin në pa. Mos kini frikë t'i prezantoni, dikush me ndikim mund t'i mbështesë. Një projekt anësor mund të sjellë të ardhura shtesë. Shëndeti. Pushim mendor dhe largim nga rutina do t'ju ndihmojë shumë. Dashuria. Romanca është në ajër për peshqit. Intuita juaj është shumë e fortë dhe do të ndjeni menjëherë nëse dikush është i sinqert apo jo.
Në qift, një mbrëmje e qetë do të forcojë lidhjen. Beqarët mund të përjetojnë një njohje që duket si fati. Ndiqni zemrën, por mos humbni arsyen. Puna. Një ide kreative mund të sjellë vlerësim nga eprorët. Mos e nënvlerësoni talentin tuaj. Shmangni shpenzimet emocionale. Mos blini për të mbushur boshllëqe shpirtërore. Shëndeti. Relaksim, muzikë dhe meditim janë çelësi e ekuilibrit sot. Mesazhi i përgjithshëm i 15 shkurtit. Kjo ditë është një pikë kthese e vogël, por me ndikim të madh në javët që vijnë. Disa do të përballen me zgjedhje në dashuri, të tjerë me vendime financiare apo profesionale. Intuita është udhërfyesi më i mirë sot.